Abrahami kishte një baba të quajtur Terah, banonte në një qytet të quajtur Ur, që ndodhej në Mesopotaminë jugore pranë gjirit persik. Ishte një qytet i rëndësishëm në Mesopotami me lidhje të forta me rajonet përreth. Ishte gjithashtu selia e feve politeiste. Abrahami, pa dyshim, ishte indikuar nga politeizmi. Në atë kohë nuk ishte lindur ende monoteizmi. Shikojmë akoma më përpara. Babai i Terah ishte një burr me emrin Nahor, që ishte brezi i 8 mbas Noes. Dhe babai Nahor ishte Serug. Së bashku ata formojnë atë që studiuesit e quajnë linja patriarkale Shin. Kjo linjë daton që nga figura biblike e Sem, djalit të Noes. Çdo brez na çon më pas në kohë. Çdo brez na sjell më afër krijimit. Por, për fat të keq, çdo brez na largon gjithnjë më shumë nga dokumentat e shkruara. Le të ndalemi për një moment dhe të mendojmë për atë që sapo tham. Sipas Biblës, e theksoj, sipas Biblës, Abrahami lindi në Mesopotaminë jugore. Paraardhësit e Abrahamit jetonin në Mesopotaminë jugore. Stërgjyshi i Abrahamit Serug, që çon në prejardhjen e tij deri te Noe, i cili supozohet se i mbijetoi për mbytjes së madhe. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë Abrahami jetoi mijëra vjet para se izraelitët të bëheshin komb. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë Abrahami nuk ishte izraelit, sepse Izraeli nuk ekzistonte ende. Pasardhësit e Abrahamit, Isaku dhe Jakobi, më vonë do të bëheshin kombi i Izraelit, por vetë Abrahami nuk ishte izraelit. Vetë mbreti Abraham nuk ishte izraelit.